Në librin The Age of Spiritual Machines, shpikësi dhe futuristi Ray Kurzweil parashikoi se deri në vitin 2020, inteligjenca artificiale do të kryente shumicën e detyrave njerëzore. Deri në vitin 2029, tha ai, makinat do të arrinin inteligjencën e nivelit njerëzor. Deri më tani, rekordi i tij qëndron nga 147 parashikime që nga vitet 1990, ai pretendon rreth 86% saktësi. Tani ai thot se vala e ardhshme do të shkojë shumë përtej automatizmit. Deri në vitin 2032, ai pret për parimet që mund të ngadalsojnë ose dhe të përmbysin plakjen. Në vitet 2030, ai parashikon që nanorobotët do të lidhin trurin ton me cloudin. Dhe deri në vitin 2045, ai beson se njerëzimi do të arrijë singularitetin, kur inteligjenca njerëzore dhe artificiale të bashkohen, duke zgjeruar vetëdijen. Kurzweil e quan këtë dekada më transformuese në histori, një moment ku kreativiteti dhe llogaritja më në fund bashkohen.